Dhe kjo më pastaj, deshtëm ne apo nuk deshtëm, është përbërënsu si një fatalizm dhe defetizm tek populata, edhe më pastaj, jo rasisht e kemi edhe një dalje jo fort të knaqshme në votime. Gjakova mendoj që është medaljen më të vogël në nivel të Kosovës, dhe mendoj që është pjesisht edhe rezultat i kësaj klimes defetiste që është kriju ndërkohë. Shto më pastaj edhe faktin e mënyrës se si analizoheshin disa exit polle gjatë ditës, mendoj që kjo ka ndiku, sidomos në Mitroviz, që është e vërtet, apo mendoj që pjesërisht ka ndiku edhe në Gjakov, duke e ndiku, ashtu të themi, në mënyrë subliminale atë vetdijen elektorale të popullatës. Më do që s'pas ka gjohë, s'pa dalim heq, edhe ata që kanë dalë zakonisht shkojnë me fitusin, dhe marrë parasysh gjitha këto rrethana, unë mendoj që dërgimi në balotazh është një sukses i jashtëzakonshëm. A është ajo çfarë ne kemi dashur? Sigurisht që jo. Ndoshta po kishim qenë më të mirë organizuar, me një kandidaturë edhe më të hershme, mendoj që do të korrim një rezultat edhe shumë më të mirë. Shto janë të lashët mendshme të partisë, që po supozoj që i keni zgjidh, njerëzit janë përbashkuar rreth juve dhe potencialit. Tuj, çka jeni mush men edhe çka mundeni me ndru për 6 ditë? Tash ne jemi duke punuar intensivisht në terren. Është interesant që, sidomos ndoshta në Gjakov, njerëzit po janë paksa kështu të sikletosur kur po ekspozohen medialisht ose publikisht përmes inqizimeve ose fotografimeve, thjesht nuk po duan të ekspozohen politikisht për një mori arsyesh. Disa janë thjesht mendojnë që po i cenohet neutraliteti qytetar, disa ndihen të trysnuar, të kësnuar, kompa të tillë, kompa qytetar që dridhej kur u kuptoi që u inqizu, dhe i tham jo, në rregull, nëse ti mendon që nuk don me dal, absolutisht nuk përdori si resurs elektoral vetëm për një marketing elektoral atje. Edhe nuk e kemi qit. Pra është një farë klime, mendoj që mund shpjegohet lirisht edhe me një falloj trysnie kështu të pushtetit përmes strukturave që i ka të shtira gjithandej nëpër sektor të shoqëror. Dhe ajo çfarë tash ne aktualisht jemi duke bërë është që jemi duke punuar intensivisht në terren, jo me ndonjë publicitet madh, kemi kaluar vetëm me shpalosje të programit, shpalosje 1 minutë të programeve të sektorëve të programit ton, po mundohemi me i prek, si thuash, ato zona të qytetit ku nuk kanë dalë shumë në votime, se për shembull Bllokëri ka pas dalje jashtëzakonisht mirë. Sidomos për shembull shkolla Femia Agani mbi 40%. Po flasim për lagjen ku unë banoj, në bllokun Ri. Në fakt aty banon edhe zoti Gjini. Aty kam dalë domethënë një avantazh të lartë. Në fakt në çdo vend votim në Gjakov kam dalë i pari. Përjashtimisht Zekria Regjës me 20 vota më ka ik zoti Gjini. Dhe unë mendoj që qyteti është mirë dhe do të na mjaftonte ndoshta vetëm zgjimi i asaj mase të fjetër elektorale që për x arsyesh nuk